Në Prishtinë është mbyllur edicioni 13 i Vuela Gitara Fest, një prej festivaleve më të rëndësishme të muzikës së gitarës në rajon. Për 5 ditë me radhë, skena e ateljes së Pallatit të Rinisë u shndrua në një hapësirë tinguish plot finesë, energji dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Festivali u hap me ansamblin bullgar Season, një kuartet mandolinash për herë të parë solli në Kosovë një program të pasur dhe të rafinuar, duke prezantuar një dimension tjetër të muzikës me kordofone. Hapja e festivalit me ansamblin bullgar Seasons i dha toneve të para një karakter ceremonial. Mandolinat e tyre sikur të bartnin kujtime të largta Ballkani, duke sjell para publikut një përzgjedhje finesash që te i kalonin kufit e zakonshëm të muzikës së dhomës. Të pranishmit e ndjen me njëherë se festivali nuk ishte thjesht një seri koncertesh, por ishte një udhëtim i përbashkët nëpër universin e muzikës me kordofone. Ne kemi menduar që në këtë edicion të 13 që të kombinojmë domethënë muzikën llome, që është orkestra, domethënë kvarteti në këtë rast, dhe kemi menduar që përveç muzikës klasike që është në repertuar të muzikës botërore, mund ta them, ne mendojmë që si vjetë kemi marrë edhe një repertuar nga Franca, nga Parisi, që janë duo gitarët, këto janë domethënë nga Spanja që jetojnë në Paris, dhe kjo muzikë është flamenco, që domethënë është një muzikë e popullit atyre. Muzika flamenco në Kosovë dëgohet shumë, dhe unë që isha në prova bashkë me ta, domethënë sot vërtet më lanë një përshtypje shumë të veçantë se festivali jonë për herë të parë ka një muzikë kështu, mund të them ritmike, atraktive, që do të jetë shumë interesante sonte për publikun e Prishtinës. Por Vuela nuk është vetëm skenë. Prej vitesh, ai është një hapësirë mësimi, frymëzimi dhe përballjeje artistike. Masterklasat e Rosen Ballkanskit, më pas ato të Elvis Bytyqit, e shndruan ateljen e Pallatit të Rinisë në një laborator të vogël të artit. Aty, muzika nuk interpretohej vetëm për t'u dëgjuar, por edhe për t'u kuptuar e për t'u jetuar. E për drejtorin e festivalit Naser Dula, sfidë mbetet akoma salla koncertale. Për fat keq salla është shumë mungesë e madhe. Ne fatmirësisht kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm me Filharmoninë e Kosovës dhe kjo sallë është në shërbim të Filharmonisë që e kanë dhe neve na kanë përkrahur edhe vitin kaluar në si vjet. Dhe kjo sallë na ka ndihmuar shumë që ne bëjmë edhe skenë e bukur, po sidoqoftë duhet komuna e Prishtinës që sa më shpejt, megjithëse janë plane që të ndërtohet një sallë koncertuale. Ne presim, shpresojmë që do të kemi edhe një ditë më të mirë, që të kemi një sallë më komfort dhe më të përshtatshme për artistët që vinë këtu, me një sallë që ka akustik dhe për publiku që të jetë, domethënë, shumë më i komod se ç'është tash në këtë rast. Një vend të veçantë këtë festival zën gjithmonë artistët e rinj. Edhe këtë vit, performancat e Grigoro Yllit, Jetmir Mehmetit dhe Shkelzen Pajazitit sollën në skenë atë energjinë e pastër të brezit që vjen. Virtuoziteti i tyre nuk ishte vetëm teknik, ai kishte emocion, guxim si dhe një lloj besimi të heshtur te forca e muzikës. Mbrëmja e fundit, ajo që zakonisht mbetet gjatë në kujtesën e publikut, erdhi natyrshëm. Duoja franceze Rafael Fayas dhe José Palomo sollën një koncert që dukej sikur vinte nga brigje të ndryshme të mesdheut, pak flamengo, pak jazz.
e një shije e thellë e lirizmit. Gitaristi Rafael Fajas pas koncertit u shpreh i kënaqur dhe po ashtu i nderuar që u dha mundësia të interpretoj para publikut të mrekullueshëm në Prishtinë. Alors moi j'ai fait de la guitare. Kam kaluar gjithë jetën me kitarë në duar. Babai im ishte ai që më hapi dyert e jazzit, veçanërisht botës së Django Reinhardtit. Ai më mësoi mënyrën manush, atë stil kaq të lirë e njëkohësisht kaq të saktë të bërit tinguj të këndojnë. Më vonë ndoqa studime klasike për gitarë, për ta kuptuar instrumentin në gjithë thellësinë e tij. Pastaj, thuajse natyrshëm, u drejtova ka flamengoja. E kisha dëgjuar Paco de Lucia në Paris, dhe ajo përvojë e ndryshoi plotësisht mënyrën se si kuptoja muzikën. Doja ta njihja atë botë nga brenda, që atëherë nuk janë ndarë kur nga kitara. Kam punuar pa ndalur, kam eksploruar stile, kam kaluar kufi muzikor. E vërteta është se kam kaluar gjithë jetën duke luajtur kitarë dhe pikërisht ajo vazhdon të më udhëheqë. Moi je vous remercie de votre accueil et puis Edicioni 13 i Vyela Gitara Fest nuk ishte thjesht një vijim i traditës, ishte një rikujtim i bukur se si arti vazhdon të mbajë gjallë qytetet tona.